Baromi, unë jam i sigur që nuk e di fare se çka ka thënë Ilir Usmajli sot gjykatë kushtetuese. As nuk e di. Jam i bindur që atë nuk komunikon njeri me atë. Mu mendoj që Ëngjëlla Gaçi telefonon Ilir Usmajlit, përgatiten letrat, Baromi vetëm i ve firmën, a është recet, a është diagnoz, a është letër për gjykatë kushtetuese, ai s'ka nga ta di, se s'ka si ta di, dhe ajo shkon atje, pra është totalisht jashtë rolit. Nuk ka nevojë, unë kuptoj që mund të shantazhosh dikë që ka një lloj kundër balance ndaj te etj, po ai thonë që edhe kur e merr kënd telefoni thot po shef, dakord shef, si thosh ti shef, pra një njeri që ka qenë në skutat e askundit dhe pa pritur e shef veten në krye të shtetit, është i shantazhueshëm për vet aktin që ka bërë pa e kuptuar. Pra mu qofse do më thonë do bëhesh drejtori Institutit Fizikës Bërthamore dhe do ta kesh rrogën 100.000 euro, do thosha, dha kam frikë se nuk merr vesh. E njëjta gjë ka ndodhur Baromi, ka qenë duke bërë eko, i kanë thënë do bëhesh president. Nuk ka nevojë çantazh, ka thënë po për diçka që nuk e di se çfarë është. Sa ai po ta di se çfarë është, roli që ka, minimumi do kishte dhënë dorëheqje dhe kishte shkuar në shtëpi, dhe jetonte si njëri normal, nuk do bëj gazi botës. Dhe nuk ishte pse emrin e vet, nëse mendonte që kishte respekt për emrin e vet, ta linte si njollën më degraduese, më nuk e di çfarë emri të vënë historinë e pluralizmit shqiptar. Ai ka thënë po, nuk ka nevojë Edi Rama të shantazhoj Baromin. Baromi dhe kur ka qenë shefi i shtabit, çka ka qenë? Ka firmos për nxjerrjen e Limionit nga plani si quhet plani për hapjes. Plani për hapjes pa e ditur prapë se çfarë ka bërë. I kanë thënë firmose se nëse do ta kishte bërë me vetdije, do kishte bërë në lek nga kjo punë, nuk do ishte aty ku është. Ato për të lekëve nuk është e dim nga ka bërë shkëbërë. Do kishte shkuar në punë vet, nuk shkon njeriu. Sepse Spaku ka nisime se biznesmeni që të do e zgjidh me lek firmën. Nuk ka rëndësi, po sado. Dhe pikërisht sot që sado mungesë respekti. Nuk i duhet më Ramës, Spaku bosh aty zyra të shtëpinë artën dulakut. Mi pa, ajo është një çështje që është në tim. Edhe ai u pyet Dumani një ditë përpara, kur ishte në komision parlamentar, çfarë po bën? Thash çështjen e tim. Ndoshta i nxitur dhe nga interpelanca. Dhe gjithë Dumani ka vendosur veproj sot që ka bërë të kontrollet shtëpinë e Dulakut pa paragjykuar që këto kontrolle mund dalin dhe në rregull, nuk ka rëndësi kjo punë. Unë po them që jashtë kësaj një njeri me respektin minimal jo, kontrollet mund dalin në rregull. Për veten e tij, Dumani e ka. Ne dim dhe kemi parë se mësoja biznesmeni që del garant që do të paguaj këtë që do firmos ekziston. Ne nuk e ditës se kam pa, po. Dakor, po. Ne nuk mund të se nga që jetojmë për ditë me gjëra që ndodhin sa bën në përshtypje, e kupton ku ka degradu kryetari i shtetit? Është një lloj diskreditimi plot, na ku kemi qenë, domethënë ka ardhur dhe ka përfunduar në ku diun, në kusinë, në tenxhere, çfarë mund të emri mund të vati, unë nuk e di. Se pavarësisht respektin që kanë për festën e Bajramit, ky nuk e çaj etiketit i vësh, ti thush shërbëtor, dhe shërbëtori ka një lloj vlere, kupton se shërben për diçka. Dhe i ruhet dinjiteti në fund, po. Zbaton një urdhër. Ti thuash dall kauk prap, duket sikur ka një interes. Ai duket sikur ka një pyetje që është një cop mishi, pelte. Pa sy. Është e vështirë të japim përgjigje një pyetje. Ai unë vë bas, nëse do dilte në intervistë televizive. Presidenti Baromi dhe do ta pyeste gazetarit, të lutem, a mund të më thoni edhe një herë tekstin, thelbin e tekstit që i keni çuar gjykatës kushtetuese për interpretim, do mund të vë bazë gjithçka që ai nuk do thoshte dot as i paragraf aty tekstit, se as nuk e kupton, as nuk e ka lexuar, thjesht e kanë dhënë për ta sigluar. Kaq është historia e tij. Duke trajtuar, a mund të shantazhoshëm janë të gjithë, por duke trajtuar si ignorant mos pa amnistoj. Është ignorancë, edhe ignoranti mund të jetë ignorant në dije, po në dinjitet. Po jo të mos kuptoj që po diskreditohet. Në dinjitet nuk e bën njeriu këtë gjë. Kupton, Edi Rama është mundu shumë që e ka zgjedh. Dhe në pushtetin që ka Rama, mendoj unë. Sot ku jemi ne, ai nuk ka nevojë të shantazhojë me asnjëri. Ai kontrollon Spakun, ai kontrollon KLP. Me Spak e shantazhon. KLD. Po Bajrami do po e shkarkon nesër, po e heq, thotë ik shtëpi mos hajde nesër në zyrë. Po i duhet nuk shkon dot. I duhet ky profil. Po ka plot po.
pse këto që ka vënë kryet kuvendit, ministrat jashtë, ministrat to ka një profil dinjitoz. Duke njohur Ramën, ja të ndërtoj një koncept i Ramës një analizë.